Zoti Merkoçi, si e shikoni lëvizjen e fundit të Edi Ramës së bashku me Aleksandar Vučić që shkruan një letër në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung për procesin e integrimit të Shqipërisë, më saktë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, dhe ndërkohë nga ana tjetër ditën e sotme Vučić ka dërguar ushtrinë serbe në kufi me Kosovën dhe ka alarmuar, po themi, edhe sigurinë e Kosovës. Në këtë rast, çfarë ndodh me Edi Ramën që nga njëra anë hiqet si patriot, nga ana tjetër bën letra të tilla bashkë me Vučićin për integrimin në BE? Tek integrimi në BE, Rama ishte me një gur të vrasur në dy zogj që thonë kësaj, sepse e para herë që futja duhet pak më ndryshe ajo futja e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe futja e Shqipërisë dhe lënia jashtë e Kosovës. Nuk do të harrojmë në asnjë çast. Pavarësisht se ju pëlqen apo si pëlqen njerëzve, unë e kuptoj shumë mirë, por harta politike e Europës nuk e ka hequr Kosovën nga Serbia. Me keqardhje them, por kjo është e vërtetë. Ata që shkojnë, unë e kam thënë disa herë, ata që shkojnë atje në Europë, flas për politikanët shqiptarë, që shkojnë e grihen atje në Europë, nuk e kanë ngritur asnjëherë këtë çështje. Dhe harta politike flas. Bashkimit Evropian, Serbia është me Kosovë. Biles Kosova shkruhet Kosovo. Kjo është fatkeqësi për ne. Futja e Ramës dhe Vučićit në këtë letër kërkesa pra e këtyre për të futur në Bashkimin Evropian, do të thotë që të nga të harroj urva. Ne në asnjë mënyrë nuk do të jemi në unison me Serbinë, jo pse nuk do të jemi në unison me Serbinë, por duke qenë se ne kemi një konflikt territorial, siç është Kosova, dhe për sa kohë Kosova nuk është e njohur si shtet nga Kombet e Bashkuara, automatikisht ne nuk do të bëjmë asnjë veprim me Serbinë. Pra që të shkojmë në linjën e Serbisë. Rama ka vajtë gjithmonë në linjën e Serbisë. Dhe Rama e ka vërtetuar këtë që është në linjën serbe. Dhe për sa i përket trupave të cilët ai Vučići i sjell dhe gjoja asaj stërvitjes ushtarake që ka bërë, apo demonstrimi i avionëve me raketa të cilët janë raketat e tipit fundit të cilët janë montuar MiG-29, raketat të cilët nuk shkojnë më tepër se 2500 kilometra, pra e që e përfshin vetëm Kosovën, nuk shkojnë më tepër ato. Ishte një demonstrim i hapur force dhe reklamim i armatimit si një kundërpërgjigje e marrëveshjes së Shqipëri, Kosovë, Kroaci. Një reagim nga Kroacia. Për sa i përket, sepse këta vërtet këtu tregon ajo që këta nuk kanë asnjë lloj ideje, se këtu vërtet që ti ke bërë një marrëveshje ushtarake Shqipëri, Kosovë, Kroaci, por qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, qoftë Kroacia nuk marrin armatim të përbashkët. Çka do të thotë nuk kanë të njëjtin armatim. Nëse ti je në një linjë, do marrësh një armatim. Pra Kosova e merr në Amerikë, ne marrim në Izrael, Kroati e merr në Francë, hajde gjej tash lidhi tash këto tre armët lidhi bëj bashkë. Pra, do të kesh edhe një strategji ku ndërton një marrëveshje. Një strategji të cilë këtyre i ka munguar, sepse këta nuk kanë absolutisht asnjë lloj ideje. Këta e bëjnë dhe Rama këto i përdor vetëm për show. Mirë po, duam apo s'duam ne, shtetet e tjera nuk janë shtete showmeni që të bëjnë show. Sepse ata bëjnë politikën e shtetit tyre dhe vazhdojnë në drejtimin e shtetit tyre. Kështu që jemi në këtë lloj kuadri. Pra Rama
i drejtoj atë që unë e thash që Rama kërkon të ri si lypsar në paradhomën e Bashkimit Evropian, që është turp për një vend, që të kërkoj të qëndrojë në paradhomën e një dhoma sekretare, si thash, ky do të rikë dhoma sekretare, është turp i më. Po me këtë Rama kërkonte me çdo kusht që të trumbetonte atë hapjen e 27 kapitujve, se me hapi 27 kapitujve, sigur të hapësh 27 libra mos lexosh asnjë. Në një të gjë, hapi 27 kapituj, problemi është aty mbyllësh. Pra, libri mbaron kur e mbyll, kur e lexon, e mbyll atëherë quhet i mbaruar, nuk quhet se e hape. Dhe Rama ka bërë vetëm hapje. Po s'ka bërë asnjë mbyllje. Dhe ajo që është kryesorja, kush është drejtësia? Dhe me drejtësinë çaj thanë Europian, nëse ti do vazhdosh ta mbrosh të lloj linje, pra të mbrosh Balluku, mos ta lejosh që të merret nga spaku, atëherë të gjithë këto kapituj do të rrohen. Ata e thanë 1 bëjmë 2. Nuk bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Ky vazhdoi në teorinë e tij, që ky është njeri, dhe prandaj ka marrë një italian edhe një francez për të ndryshuar kodin penal. Gjoja i ka marrë ekspert nga Europa, nga Bashkimi Evropian, dhe për turp të këtyre që mbajnë veten profesora, doktora në Shqipëri për jurisprudencën, që pranojnë që të vinë të huaj të bëjnë kodin. Pra, kaq të paaftë janë, ashtu si që ishin të paaftë në bërjen e reformës në drejtësi, ku isha i vetmi që e kundërshtoja, i vetmi, nuk dali kush të doj, sot dalin në diun, që dalin sot, por të dokumentuar me shkrimin gazetësh, me seminar, me filmime, me çdo gjë i kam unë, nuk i ka njëri tjetër, të dali dikush e të nxjerrë. I vetmi që luftoja. I vetmi që kam dalë kur kanë bërë ndryshimin kushtetues dhe votu kushtetutës, ju thash, faleminderit se na vendosën diktaturën. S'ka njëri tjetër. Të tjerë dalin sot, si kofile pas vjerëve. Se dalin bazë interesit. Ke pa deri të ishin pro reformës, sot, kur i djek, kur ishin dalin kundra, ose ishin kundra, i merr Rama i fut në për detyra, bëhen pro. Kjo është situata në Shqipëri. Prandaj dhe duhet të nevojmë për diplomat. Ne nuk kemi linjë diplomatike. Ne nuk kemi një strategji diplomatike. Se ku do shkojmë, kush janë aleatët tanë. Ne sot i kemi aleatë. Nëse del Rama thotë Turku është aleati kryesor, pastaj partneri strategjik në bëhet Italia, pastaj Amerika, pastaj Franca, pastaj kthehemi ke Gjermania, dalim te Kina, dalim ke Serbia, dalim ke Greku, pra ne nuk dim se ku jemi. Nga pikpamja strategjike e politikës shqiptare, diplomacisë shqiptare. Dhe prandaj kemi ardhur në këtë lloj forme, në këtë lloj situate. Pra ne Shqipëria nuk ka as miq, themi as armiq. Se nuk ka interes njëri për ne. Keni pa ju kompani të fuqishme të vinë të investojnë në Shqipëri? Jo. Pse? Sepse mungon ajo që e kam thënë. Siguria juridike. Se siguria juridike u kthye në siguri politike. Rama e vërtetoi që siguria juridike në Shqipëri është kthyer në siguri politike. Pra, nuk ka rëndësi se ti e shkel ligjin. Ty të mbron partia, të mbron politika. Nuk është puna e ligjit, është puna e politikës. Dhe këtu kemi arritur. Mi po në një vend ku nuk ka siguri juridike, mund të vijë njëri të hedhë para. Pse mirë para? Flas gjithmonë kompani të fuqishme dhe kompani serioze. Dhe jo kompani offshore që vinë nga bankat offshore. Jo kompani që nuk i dihet emri se ku janë. I vjen ca gëra, bëra, ara, mëra, lëra, edhe qynë kompani. E po t'i vesh re gjithë kompanitë shqiptare që janë me emra të huaj, që mos merren vesh, se çfarë janë.
Kështu që në këtë lloj situate edhe ky kërkon gjej partner, është prish me Europën, e përplaset prapë ke Vučići. Dhe prapë me Vučićin të bëj letër ky me Vučićin. Çfarë lidhje ka ky të bëj kërkesë me Vučić? Kush është arsye? Mund ta bëte me Malezi, mund ta bëte po Malezi ju hap, ju mbyll. Po Malezi është hapat përpara tash. Ne as me Malezi nuk jemi. Po ky ka gjetë atë vllajën e vet, se kështu i thotë ky, ka vlla Vučićin, ka gjetë. Dhe ne në drejton një njeri që nuk ka asnjë lidhje me komunin shqiptar. Me keqardhje edhe. Po ky s'ka lidhje as në gen, as në fis, as në gjak, nuk ka lidhje me Shqipërinë. Dhe këti pranesi dhimbse Shqipërinë.